Sulm brutal ndaj policëve në Qaçanik. Ndërhyjnë në përleshje përfundojnë të rrahur. Një incident i rënd ka ndodhur dje në mbrëmje në Qaçanik, ku disa persona kanë sulmuar policët gjatë kohës kur ata ishin në detyrë. Fillimisht ishte raportuar për një rrahje. Njësitë policore kanë reaguar menjëherë duke shkuar në vendin e ngjarjes për të ndërhyrë dhe për të vënë situatën nën kontroll. Por ngjarja mori një kthes tjetër. Gjatë tentimit për arrestimin e të dyshuarve, policët janë përballur me një grup të rinj që ishin të përfshirë në konflikt. Ata shfaqën rezistencë të fortë dhe sulmuan fizikisht policët, duke përshkallëzuar situatën dhe duke penguar arrestimet. Si pasojë e sulmit, 3 policë kanë pësuar lëndime trupore dhe kanë marrë trajtim mjekësor. Njëri prej tyre ka pësuar thyerje në dhëmb, ndërsa të tjerët kanë marrë lëndime gjatë përleshjes. Për shkak të situatës së tensionuar, policia është detyruar të përdorë edhe sprej zyrtar, por ngjarja nuk ka përfunduar këtu. Situata ka vazhduar e tensionuar edhe në ambientet e stacionit policor, ku për shkak të numrit të madh të personave të përfshirë janë shënuar shtyrje, fyerje dhe rrëmuj si jashtë ashtu edhe brenda objektit policor. Për këtë arsye është kërkuar përforcim shtesë, ndërsa në vend ka ndalë edhe komandanti i stacionit, shefi i hetimeve dhe ai i operativës. Njëri nga të dyshuarit, Lirim Topojani, dyshohet se sulmoi fizikisht një polic në vendin e ngjarjes dhe më pas u paraqit në stacion. I dyshuari tjetër, Elham Vardari, pasi pa vëllain e tij në stacion, hyri me forcë dhe sulmoi efektivët, duke detyruar ndërhyrje dhe arrestimin e tij. Gjatë incidentit, si zyrtarët policor ashtu edhe disa nga të dyshuarit morën lëndime të lehta trupore të dokumentuara në raporte mjekësore. Me urdhër të prokurorit kujdestar, 2 të dyshuarit janë ndaluar për 48 orë, ndërsa hetimet për këtë rast janë duke vazhduar.